Ne kemi thënë media që të vinë konferencë, mos të filmojnë. Gati. 5 anëtarë të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin kanë bërë kërkesë për thirrur mbledhjen me renditje shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, ministres dhe deputetes Belinda Balluku në kuadër të hetimeve që ata po bëjnë për shkeljet skandaloze që janë konstatuar të gjithë shqiptarët tashmë ditë. Ne kemi bërë këtë kërkesë si gjysma e antarëve, të cilët kanë drejt ta thrasin, me praninë e 5 antarëve mbledhje jashtë e vlefshme, por kryetari i kuvendit sërish refuzon që të thras pjesën tjetër të bëj veprimet e tij të domosdoshme të kërkuara nga ligji, duke bllokuar një proces shumë të rëndësishëm kushtetues të Parlamentit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit dhe mos pengimin e drejtësisë në hetimin e kësaj afere skandaloze korruptive. Ne presim këtu, jemi ende në pritje që Kuvendi i Shqipërisë na bërë në dispozicion kushtet që kjo mbledhje thirrur rregullisht të jetë funksionale, por ja ku jemi, kryetari i Kuvendit e ka bllokuar. Dera është mbyllur. As çesës në mbledhje. E quajmë parlament privat.